Si kam? Pse? Ato i ka spaku. Që ka gash? Jam unë. Po, nuk i ka dubluar, nuk mendon që ai ka për shantazh, Ja. se u mendua që ideja ishte që ky këto i kishte bërë ndoshta. Ai e kujton të vetën të pathyeshëm, prandaj i mbante në shtëpi. Të paprekshëm. S'ka mo ai video. S'ka video? Jo, videot ekzistojnë. Jo, s'ka video Agasi ndorë? Jo, s'ka mo ai. Gjitha i ka spaku, ja mori nga kompjutri. Je sikur që ja ka marrë nga kompjutri, se verën se mori njëri? Jo, verën ja blokun, po harrum në ta dhe e morën, kjo është i tjetër gjë. Po mos ka pas fuqi që dhe këto t'i ruaj? Jo, po këto i meri fut në gjepa i BK-s. Qa është ajo, një verën se merte do të Altin Dumani ta fusten për gjepa. Ja la këtyre, ta ruanin, po atë e mori e futin në gjep. Vetëm njeri që i ka para këto video është Altin Dumani dhe prokurori tjetër. Kështu që, por ai tjetri u tërhoq, mbajti vetëm videot që lidhen me akshin, prokurori çështjes. Dakord. Videot e tjera ja dërgoi Dumanit për i procedim tjetër. Pra, videot në të cilat lidhet çdo njeri që lidhet me akshin, pra Karçani, ish funksionari i policisë, Ismaili, Beqiri, çdo njeri i cili antarët e KVO-s, biznes. Çdo gjë që kishte lidhje me akshin, u mbajt si një provë materiale për dosjen e akshit. Prandaj ka aq pak të akuzuar. Dhe u përdorën filmime dhe foto, ashtu si që kemi parë në dosje. Nëse Ergysi i ka patur të filmime zyrtarit larë dhe këto janë në dorë të spakut, tani të presim çfarë do bëj Dumani me ato. Okej. Ai mund edhe t'i koleksionoj ato, t'i shoj po nuk e dim çfarë do bëj.